Pas konsultimeve të vazhdueshme, më në fund edhe Gjakova do e ketë universitetin publik, e pas formimit të bordit mbetet të shqyrtohen detajet të tjera. Por si pas kryetarit të komunës, njëherë është antar i bordit për themelimin e universitetit, kjo ka qenë kërkesë e kamotshme dhe domosdoshme. Është pritur me vitet të tëra, është folur dhe është bërë kërkesa në mote dhe tani po realizohet kërkesa e gjithë qytetarëve të komunës së Gjakovës, e sidomos kjo është e mirëseardhur për studentët, për familjarët e tyre që me të vërtetë ndikon në buxhetin familjar. Në këtë vend është parapart të ndërtohet kampusi universitar në Gjakovë, por në mungesë të mjeteve financiare, fillimisht kemi nisur rinovimin e shkollës Nexhmedin Nixha, shtoi kryetari. Është vënë në pronësi prona prej 16 hektarëve Universitetit Publik në Gjakovë. Do thotë komuna ka kryer obligimin e vet që është zotuar që ne do t'i përmbushim me përpikri gjitha obligimet tona, po ashtu përkohësisht ne kemi menduar që shkollën e mesme teknike të jepet përkohësisht si hapësirë universitetit që me 1 tetor ne mos kemi probleme. Ka hapësirë prej 4200 metra katror dhe është mjaftueshme për zhvilluar procesin mësimor. E kryetari potencoi se është biseduar edhe për stafin akademik dhe programet e reja. Gjakova ka kuadro që të mbuloj gjitha fakultetet, kemi 4 programe që këto janë ekzistuese dhe për të themeluar universitetin publik duhet se paku 5 programe. Ne do të mendojmë edhe për programe dhe nuk do të ndalim vetëm në 5 programe, në 5 fakultete, por do të mendojmë me programe të reja që janë joshse për studentët dhe që mos të jenë njësoj sikur që në universitetin publik të Prizrenit, Prishtinës apo të Pejës apo Gjilanit, por t'jenë diçka e re dhe të përpuset me tregun dhe me nevojat e studentëve. Por themelimin e një universiteti duhet të ekzistojnë 5 e më shumë fakultete ose programe, e Gjakovës i mbetet të shtojë vetëm edhe një program.